ju e letë për ta. Sot ka pasur përfolje që mund të jetë lakonjuca njëri për kandidatëve ose që mund të propozonte vetëvendosje, po çfarë po ndodh me Vjosa Osmani, zoti Koci? Ka ambicje për ta marrë dhe një mandat të dytë, ndërkohë nga vetëvendosja s'kemi parë një vullnet, as që e kam përmendur emrin zonjës Osmani si një mundësi, si një kandidaturë e mundshme. Kjo, tani për të qenë sinqert, kjo ka qenë evidente nga para një muaji e gjysmë, ose para 5 jave, zoti Kurti në prononcimin e tij të parë kësaj çështje e pa të bërë të qartë pak a shumë, kur tha që vetëvendosje nuk i ka 80 numra, prandaj për të shmangur zgjedhjet e jashtëzakonshme duhet bashkëpunim me opozitën. Që atëherë mendoj që e ka bërë të qartë që do të thotë nuk ishte favorite zonja Osmani, nuk ishte e përjashtuar si kandidate, por nuk ishte favorite. Unë mendoj që fillimisht mendoj që mund të jetë një nga shkaqet që zonja Osmani nuk është e propozuar fakti që ndoshta zoti Kurti supozon që vështirë është siguroj kandidatura e saj kvorumin prej 80 deputetëve. Një dhe e dyta duhet qenë transparent dhe thënë që ka tensione, ka pasur tensione ndërmjet zotit Kurti dhe zonjës Osmani. Tani nuk e di nëse formulova më së miri tensione, mos koordinim, ndoshta mos pajtime, ndonjëherë këtë e hetuam në rastin e bordit të paqes. Do thotë e hetuam sepse pas shkrimit të Frankfurter Allgemeine Zeitung për mos koordinim nuk pat reagim nga qeveria e Kosovës, nga askush në kuptimin që demantohet ai shkrim. Tërësisht ose pjesërisht. Fakti që ai shkrim nuk u demantu nga askush nga qeveria ishte sinjali tërthor që ka pasur mos koordinim, do të tani deri në çfarë nivel unë nuk e di dhe nuk duhet spekuloj, nuk duhet ta mbështes vetëm në atë shkrim sepse ai shkrim mund të jetë i saktë, mund mos jetë i saktë. Por ishte sinjal që diçka nuk ka funksionuar rreth koordinimit rreth çështjes së bordit të paqes. Ka pasur pastaj edhe çështje tjera, ta zëm ajo që para 15 muaj formulimi për Bigjoz apo që i adresoi qeverisë konkretisht zotit Kurti, ndonse nuk ishte apostrofuar me emër për qenë sinqert. Kështu që mund të jetë edhe kjo e dyta. Mund tani nuk duhet nuk mund ta në formë prerë ta them se cila është shkaku, por është evidente që do të thotë zonja Osmani nuk është edhe diçka tjetër, vetë fakti që zoti Kurti e propozoi zotin Murat Jashari, tregoj që zonja Osmani nuk ka qenë kandidatja favorite e tij. Edhe ai është një prej sinjaleve. Tani më mendoj që sot ka qarkulluar, do thotë kanë qarkulluar emri i zotit Konjufsa, por personalisht mendoj që asnjë kandidaturë partijake nuk e zgjidh çështjen, përkundërzi mendoj se cili do qoftë ai, si kandidat partijak e dërgon Kosovën në zgjedhje tjera. Sepse thjesht nuk e mendoj që të zëmë zoti Konjufsa, nuk besoj që mund të siguroj të bëj kvorumin, sepse kemi qëndrimin e prerë gati të PDK-s që nuk mbështet kandidatura të paharmonizuara partijake, tjeret nuk i kanë. LDK nuk i ka as 15 mandate. I ka 15 mandate, por nuk i ka të sigurta. I ka ndoshta 10, 11, 12 maksimum, nuk ka më tepër. Kështu që e zgjidhja mendoj që ka qenë një kandidat i pavarur, jo partijak si konsenzus ndërmjet vetëvendosjes dhe opozitës. Kjo tashmë është vonë të realizohet. Praktikisht është e pamundur. Kjo ka qenë zgjidhja, ndryshe nuk ose marrëveshje ndërmjet vetëvendosjes dhe PDK-s. Asnjëra, as e dyta nuk shihen në horizont, dhe unë thjesht nuk jam optimist. Druaj që Kosova është shumë afër shkuarjes në zgjedhje, madje vetëm edhe në fjalinë së lejohet. Po, patjetër. Madje me ndërlikime shumë të mëdha, ndoshta kushtetuese, me dërgim të çështjes në gjykatën kushtetuese. Minoci.